Një operacion i befasishëm i strukturës së policisë së shtetit i zhvilluar në qytetin Përmet ka çuar në arrestimin e 33 vjeçarit Cristiano Kolaqi, i dyshuar për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve dhe armbajtje pa leje. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, efektivët zbuluan dhe sekuestruan 3 armë zjarri, konkretisht një kalashnikov dhe 2 pushk, si dhe 4 krëra me fishik luftarak. Në të njëjtin ambient u gjetën rreth 300 fara kanabisi dhe një sasi lëndë narkotike dyshuar kanabis sativa, e cila dyshohet se mbahej me qëllim shitje. Sipas policisë, 33 vjeçari rezulton person me precedent më parshëm penal, kryesisht në fushën e narkotikëve, çka ka ngritur dyshime për përfshirje të vazhdueshme të veprimtarisë së paligjshme. Në kuadër të operacionit të koduar historiku, materialet e sekuestruara do të nënshtrohen ekspertizës balistike në institucionin e policisë shkencore për të verifikuar nëse armët janë përdorur më parë në ngjarje kriminale. Ndaj të arrestuarit rëndojnë akuzat prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike, si dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municionit. Dosja procedurale është referuar prokurorisë së Gjirokastrës për vimin e hetimeve dhe ndjekjen penale. Autoritetet bën me dije se kontrollet dhe operacionet kundër armbajtjes pa leje dhe trafikut të drogës do të vijojnë në të gjithë qarkun me qëllim rritjen e sigurisë publike.